Me mbrëma, jam i nderuar që paraqis para jush listën e ekipit fitues të qarkut Dibrës mbas vendimit të kryesisë së Partisë Socialiste. Kjo listë përbëhet nga 7 anëtarë, ku të 7 janë ngarus të fortë dhe premtojnë një rezultat shumë pozitiv në këtë qark. Nga të 7 kolegët që marrin pjesë në këtë listë, përveç meje, të 6 të tjerët garojnë për herë të parë në garën për të marrë një mandat fitues në qarkun e Dibrës. Lista përbëhet nga këta kolegë: Blendi Klosi, Alma Selami, e cila vjen në këtë garën ekonomiste dhe me përvojë të gjatë në drejtimin e Partisë Socialiste në zonën e Dibrës, dhe po ashtu me eksperiencën e saj si kryetare aktuale e qarkut Dibrës. Pastaj, sipas alfabetit, po e lexoj kolegët: Murat Dani, student i sapo diplomuar në inxhinieri elektronike, paraqitet në këtë listë pas shprehjes vullnetit të tij në listën e platformës deputetit që duam, dhe vjen pas një shkollimi të plot në një universitetet më të mira të Mbretërisë së Bashkuar. Daniel Gjura vjen si ekonomist dhe ky nga eksperienca e drejtimit të Partisë Socialiste në qarkun e Dibrës, përfaqëson një nga djemtë të cilët për gjithë këtë kohë kanë përfaqësuar Partinë Socialiste në zonën e Dibrës. Valentina Aliti, mësuese pedagogji, vjen si përfaqësuese një brezi të tërë socialistësh në zonën e Bashkisë Dibrë, po ashtu ka pasur disa detyra të rëndësishme në këtë qark. Sot i afrohet kësaj liste si drejtore e shkollës mesme në qytetin e Dibrës. Agron Malaj vjen në listë si përfaqësues i këtij qarku, por duke pasur një eksperiencë jashtëzakonisht pozitive në drejtim të bashkisë së Burretit dhe përfaqësues i denj i gjithë zonës së Matit. Dhe sipas renditjes alfabetike në listë, Dritan Selishta, ekonomist, vjen në këtë listë si një prurje e re jo vetëm në listë, por edhe në strukturat e Partisë Socialiste, pasi më parë ka pasur pozicione në strukturat e opozitës së saj kohe, por është bashkuar ekipit tonë, i cili premton dhe garon me synimin e qartë fitore në zgjedhjet në qarkun e Dibrës për të bashkuar ekipit superfitues të Edi Ramës dhe Partisë Socialiste në të gjithë Shqipërinë. Shumë faleminderit.